Kosova është vendi më i ri në Europë, ende duke u shëruar nga lufta, ende duke ndërtuar institucionet, ende duke vendosur çfarë lloj shteti do të jetë. Dhe pikërisht këtu, në Male, aty ku lindin disa nga lumenjtë më të pastër të kontinentit, dy gra po luftojnë që e ardhmja e Kosovës të mos ndërtohet mbi varrin e lumenjve të saj. Në parkun kombëtar të Sharrit dhe në parkun kombëtar Bjeshkët të Nemëna, hidrocentralet po hynë me smalesh si përbindësha të errësirës. Pa leje, pa vlerësim mjedisor, pa dëgjesa me publikun. Thjesht fadroma që shfaqen në agim dhe zhurma e një lumi që fillon të zhduket. Por Exona Shala dhe Shpresa Loshaj refuzojnë ta pranojnë këtë heshtje. Unë jam Besiana Guri dhe ky është River Women, një podcast nga Lumi. Sot udhëtojmë në Kosovë ku dy gra po udhëheqin fushatën ndal një digat lironi lumenjt. Historia e tyre tregon çfarë do të thotë të mbrosh natyrën në një shtet të ri, ku zhvillimi shpesh shihet si më i rëndësishëm se ruajtja, dhe ku të folurit nga zemra mund të jetë strategjia më e fortë nga të gjitha. Malet e Sharrit ngrihen në jug të Kosovës. Një peizazh me liqene akullnajore, livadë alpine dhe rrjedhë ujore të pasur. Këtu mbijetojnë lloje troftash endemike që nga epoka e akullnajave. Një biodiversitet që do t'i bënte krenar shumë zona të mbrojtura në Europë. Dhe pikërisht këtu, brenda parqeve kombëtare, po ndërtohen hidrocentrale të paligjshme. Mbrojtja e natyrës duhet të ndjehet për mendimin tim, edhe kjo që unë flas nga zemra është se dokumentet, VNM-t, ligjet, proceset ligjore i përcjellim për ta argumentu ato që e themi. Po në përgjithësi ajo që e ndjej për natyrën edhe frika e madhe që çka jem të hup, e sidomos nevoja për ujë të pijës, nevoja për një mjedis të pastër, nevoja që të jem zoni i qytetarëve është ajo që m'jep motiv edhe që me të vërtetë e bën këtë aktivizmin me shpirt në plotni. Nuk kam asnjë interes individual. Ka kalu kohë 15 viteve që kam argumentu që interesi më i madh për mua është ta mbroj të ardhmen, sepse planifikoj që të kem fëmijë edhe po ashtu të mit në të ardhmen, që dëshiroj t'i krijoj një hapësirë me aq sa mundem gjeneratave që vijnë për një mjedis, për një ujë edhe për një ajër të pastër. Për më shumë se 15 vjet, Exona ka qenë një nga zërat më të fortë mjedisor në Kosovë. Si drejtoresh ekzekutive EKOZ, ajo ka udhëhequr fushata që kanë ndryshuar debatin publik për mënyrën se si duhet të duket zhvillimi. Unë gjithmonë i kom gjetë malet shumë madhështore, diçka që e kanë atë gjallënin. Sa herë kemi udhëtu qoftë në për Bjeshkët e Sharrit ose që kemi vizitu, po edhe rrugtimin drejt Shqipërisë, gjithmonë jam zhyt në për atë përshkrimin e tyre, mënyrën qysh me fjalë prej fëminisë e kom mendu që ai avulli që del prej malet është oksigjeni, ashtu është ajo frymarrja jon, mandej uji që buron në për to është jeta jon. E kjo gradualisht e ka kthy këtë pasionin edhe dashurinë tem ndaj maleve si një lloj mbrojtje, si një lloj zonën të cilën unë e shoh veten, vazhdoj ta shoh në zona të paprekura, edhe është shumë e vështirë që nuk konsiderohet absolut nga ndërtuesit, betonuesit. Kjo hapësirë e mrekullueshme, frytdhënëse, shumë madhështore, si një zonë që duhet mu mbrojt, po përkundrazi si një zonë e cila duhet të shijohet, absolut që edhe unë e shijoj, po mënyrën se si shijohet ajo zonë apo ajo hapësirë e maleve duhet jetë nga vetë këndvështrimi yt, nga vetë qasja jote individuale me natyrën, e jo nga një shtëpi e ndërtuar apo nga një ambient i shkatruar e mandej pamjen tjetër me shiju nga brenda. Kam qenë edhe vazhdoj me qenë një person i cili admiron ecjen, edhe që shumica e shoqënisë edhe kanë bo shumë hajgare që kanë thonë, e pa një flutër hupi mandej Exona na iku.
në për rrugë, se ajo më ka frymëzu ndoshta kurioziteti, ajo e paditura, çka përmbajnë edhe çysh përmbajnë malet, çysh na japin një farë energjie dhe një farë gjallënie në tansi. Në një botë të fiksuar pas grafikëve dhe raporteve, Exona udhëheq me diçka më themelore, dashurinë për lumenjtë e vendit të saj. Jo dashuri naive, jo sentiment, por dashuri e fortë e asaj që nuk pranon ta shohë shtëpinë e saj të shkatërrohet për hir të fitimit. Komuniteti shterpsës ka protestu 80 herë, mbi 80. Derisa edhe Rosu apo ushtria, forcat e armatosura edhe gjithë e kanë shpërbë grupin. Kuptohet që ka pas shumë premtime. Ka ardhur kryeministri, ministri, presidentja, delegacionet e Bashkimit Evropian dhe gjithë me të njëjtat parime, me të njëjtat ide, me të njëjtat premtime. Mirë po, kur erdhën në pushtet, absolut asnjë veprim. Fushata ndalni digat, lironi lumenjt nuk është vetëm një slogan. Është refuzim i një gënjeshtre, se Kosova duhet të zgjedhë mes energjisë dhe natyrës. Krahas Exonës qëndron Shpresa Loshaj, një grua që u kthye në Kosovë pas shumë vitesh dhe e gjeti lumin e fëmirisë së saj thuajse të vdekur. Në vitin 1999, Shpresa ishte 19 vjeç kur u largua nga vendi i saj. Ajo ndërtoi jetën në Kanada, larg maleve dhe ujrave ku ishte rritur. Për vite të tëra, Kosova ekzistonte vetëm si një kujtim. Por në vitin 2018, ajo u kthye. Dhe kur shkoi lart mbi Deçan, të shihte se çfarë kishte ndodhur me Lumbardhin, ajo që pa i theu zemrën. Kur kujtoj fëmijërinë, nuk kujtoj ndërtesa, shtëpi, rrugë, po e kujtoj lumin. Aty jemi rrit me ujë, gjithë më kujtohet shëllima e ujit, ngjyra e ujit, e krejt ato që i përcjell lumi. Tu e pa ashtu të shkatrum, mu ka dok se edhe fëmijëria ime, që nuk ka qenë luftë, o shkatrue në atë aspekt. Lumi ishte devijuar, shtrati i thatë, uji i larguar nga fshatrat, nga natyra, nga vetjeta. Një kompani, Kelkos, e lidhur me një grup energjetik austriak, po operonte hidrocentrale në bjeshkët e Nemëna. Pa procedura të plota, pa transparencë, pa respekt për komunitetet. Dhe Shpresa vendosi të mos ikte pa bërë diçka. Ajo themeloi organizatën Pishtarët. Pishtar do të thot flak, sepse dikush duhej ta mbante ndezur dritën. Çdo ditë e bënja nga një udhëtim për te lumi në Bjeshkë, edhe sepse shkoshim me monitoru, në atë kohë lumi mbeti gjithmonë i thotë, të gjithë uji me pikë dërgohej në hidrocentral me gjeneru energji, edhe lumi mbeti i thotë. Puna jon ka qenë me dokumentu ata çdo ditë, edhe një ditë të shku, ishte edhe fillimi i aktivizmit tim, isha të shku në Bjeshkë, edhe e lexova, merr një email, e lexova që merr pa dia, po nuk mujta me përfundu sepse nuk mund dal edhe interneti, vetëm me pash se jam e paditur, nëse kam 8 orë kohë me tërheq aktivizmin tim, me tërheq fjalët, sepse padia edhe erdhi si rezultat që unë e kuptova se problemi nuk është vetëm në Kosovë, për hidrocentralet në Deçan, problemi është në fakt me kompaninë austriake, që është kompani publike e shtetit të Austrisë, dhe vendosa të shkruaj një letër ambasadës së Austrisë në Kosovë. Në atë kohë isha shumë e bindur se ambasada nuk e din se çka është ndodh, se po ta dinin, nuk mundsha me paramendu një realitet që ata e din se çka është ndodh dhe janë duke lejuar kompaninë e tyre me vepru në atë mënyrë. Kështu që thash se okay, t'i drejtohem ambasadës edhe të kërkojmë që ata diskutojnë, të flasin me kompaninë e tyre dhe thjesht ju thonë që nuk qëndrojnë pas tyre nëse e bëjnë shkatrimin e lumit në Kosovë dhe nëse nuk i zbatojnë ligjet e Kosovës. Kështu që kjo letër pas ka ngrit shqetësim të madh tek kompania, edhe menjëherë kanë ngritur patinë. Kur Shpresa filloi të fliste publikisht në media dhe në rrjetet sociale, kompania reagoi.
Në qershor 2020, Kelkos e paditi shpresën për 100.000 euro. Një padi e tipit slap, një proces i krijuar jo për të fituar drejtësi, por për të friksuar, lodhur dhe heshtur zërat kritik. I kërkuan të tërhiqte deklaratatat, të kërkonte falje publikisht dhe të mos fliste më. Madje i lanë vetëm pak orë kohë për t'u bindur. Kur u ktheva nga pjeshka, e lexoj, e hapi emailën, e në atë kohë pastaj emaila nuk ishte ardhur veç te unë, po emaila pa ardhur edhe te gjithë shoqëria civile e Kosovës, që unë ju pata kërkue mbështetje për letër, edhe avokatët e tyre Arjanit Koci dhe Granit Vogshi kishin dërguar një letër drejtuar mu, po i kishin përfshi edhe mbi 80 shoqata tjera, ku kishin thonë se nëse dikush tjetër e vazhdon rrugën time, do të përballet me të njëjtat pasoja ligjore. Pra kishin kërcënuar jo vetëm mu, por gjithë shoqërinë civile në Kosovë, nëse mbështetin ata mu, që në fakt ata veç e kishin mbështet letrën, mbi 60 organizata kishin mbështet letrën. Po kjo zgjë një indinjat të thellë, jo vetëm në mu, po fatmirësisht e kish gjuar një indinjat të thellë edhe tek organizata tjera, se kur e kam hap emailën, kam marr 10 emaila tjera që më kishin drejtuar mu, por edhe gjithë grupit, duke përfshirë edhe avokatët aty, edhe duke më dhënë edhe më shumë kurajo, edhe duke më mbështet, më thonë se ti nuk ke nevojë më dorëzu, mos u frikso, ne jemi me ty, çfarë ndihme ke nevojë, disa raste konkrete më kishin treguar se si këta avokat janë bullista dhe ashtu e kanë stilin e tyre, kështu që nuk kam nevojë unë më shqetësu, më tut prej tyne. Shpresa nuk u tërhoq, përkundrazi, e çoi betejën në gjykatë, duke paditur institucionin që kishte dhënë leje pa procedura të rregullta. Rasti shkoi deri në Gjykatën Supreme. Dhe në tetor 2021, Gjykata Supreme vendosi në favor të saj, duke pezulluar përkohësisht lejet dhe duke urdhëruar ndalimin e operimit. Po atë fundjavë, kompania e tërhoqi padin kundër saj. Pa falje, pa pranim, thjesht heshtje. Por fitoria nuk zgjati shumë. Më vonë, gjykata kushtetuese e rrezoi pezullimin dhe hidrocentralet rifilluan. Ky është realiteti i mbrojtjes së lumenjve këtu. Fitoret mund të jenë të përkohshme, por vigjilenca e përhershme. Megjithatë, nga këto betejë lindi diçka e madhe. Egzona dhe Shpresa nuk ndërtuan vetëm protesta, ndërtuan koalicione. Egzona ndihmoi të mblidheshin 10 organizata të shoqërisë civile, një rrjet i gjerë që e kupton se ardhmja e Kosovës varet nga ajo që e mban të gjallë. Ujë i pastër, pyetje të shëndetshme, lumenj që rrjedhin të lirë. Kur Shpresa u padit, shoqëria civile shpërtheu. U formuan grupe mbështetje, reaguan organizata ndërkombëtare dhe zëri i Kosovës u dëgjua më larg se sa e mendonte kompania. Ajo që u mendua si friksim u kthye në mobilizim. Thjesht grua në aktivizëm është si një plumb, ashtu që e ke çdo herë me vete, sepse çdo person e ki mashkull, nuk e di nëse dy prej gjitha këto procedurave që i kemi kalu kanë qenë gra me të cilat jemi ballafaqu. Fatkeqësisht është sfiduse, po i takon ndoshta edhe mashkullit absolut shumë a shumë, se është ma vendimarrës në për udhëheqësitë tona, po me qenë se kauza është ma e ndihshme, na është delegu neve si një lloj i padëshirueshëm, edhe çdo herë rastet e mjedisit që janë udhëhequra nga gra kanë qenë rastet më të forta, kanë qenë rastet ta them më konkrete, sepse edhe jemi më të vendosuna, nuk dorëzohemi lehtë, përkundrazi prej burrave nuk kemi interesat të tjera, nuk korruptohemi na lehtë, po jemi për një impakt. Edhe jemi të lidhura me të ardhmen më shumë se sa që jemi ndoshta me prezenten, kemi një vizion shumë më të largët. Në Kosovë e kom pa se nuk është vetëm çështja e një lumi, se gati çdo gjë nganjëherë shes se nuk është në rregull, edhe nuk din as ka me fillu. Po nuk duhet me pas ndonjë ekspertizë, nuk duhet me qenë aktivist, vetëm duhet me pas pasion të mjaftueshëm edhe guxim të mjaftueshëm për mos me pranu se shkatrimi është normal. Nëse ti në vete e pranon që shkatrimi i vendit tënd nuk është normal, atëherë zëri vjen shumë
natyrshëm. Kosova është në udhëkryq. Mund të ndjek të njëjtin rrugtim industrializimit të shpejt që i shkatroi lumen në pjesën më të madhe të Europës. Ose mund të zgjedhë një rrugë tjetër, të mbrojë pasurinë e saj natyrore dhe të ndërtojë ekonomi të qëndrueshme, kur pashjet kombëtare janë krenari e jo pengesë. Ajo që më prek tek Exona dhe Shpresa është refuzimi i tyre për ta pranuar zgjedhjen e rreme. Ato po ndërtojnë një rrugë të tretë, një rrugë ku të flasësh nga zemra nuk do të thotë të heqësh dorë nga faktet, do të thotë të japësh fakteve kuptim njerëzor. Na duhet me fuqizu njënë tjetrën, në përgjithësi, sidomos me gratë dhe sidomos me kauzat mjedisore që janë të rëndësishme për të ardhmen tonë, por të mos dërzohen lehtë. E di që shpesh e fillojnë një diçka edhe në momentin e parë që i refuzojnë, mandej tentohet që të paragjykojnë veten, nuk e kam bo mirë, nuk e kam mendu mirë, nuk ka qenë qasja e mirë. Absolut, as unë kur nuk e kam bo diçka të mirë me herën e parë, as kush në botë nuk e ka bo. Mendoj si gratë kanë një pasion edhe një zjarë digjet pak më shumë se burrave, ndoshta për ata jo që nuk kanë frikë gratë, kanë më shumë pasion për me pa vendin më mirë për të ardhmen. Exona Shala dhe Shpresa Loshaj na kujtojnë se mbrojtja e natyrës në një vend pas konflikt kërkon një lloj tjetër guximi. Guximin për të folur kur të thonë tani s'është koha. Guximin për të sfiduar pushtetin kur institucionet janë të brishta. Guximin për të imagjinuar një të ardhme që ende nuk është ndërtuar dhe për ta mbrojtur me gjithçka ke. Lumenjtë e Kosovës janë ende në kërcënim, por për aq kohë sa ka gra si këto që nuk heshtin, ata lumenj kanë një shans. Dhe ndonjëherë, një shans është gjithçka na duhet. Herën tjetër, River Women vjen në Shqipëri. Unë jam Besiana Guri dhe ky është River Women, një podcast nga Lumi.